Sot jemi mbledhur për nderuar një martir të madh të kishës sonë, Shënastin, episkopin e Durrësit. Martirët gjithmonë janë nderuar, e martirët kanë qenë ajo që u itën kishën që u rrit. Gjaku i martirëve ishte ai që dëshmoi në të gjithë botën e asaj kohe dhe për 2-3 shekuj, pothuajse gjithë perandoria romake e asaj kohe u kthye në të krishterë. Pikërisht nga vendosmëria, nga besimi dhe sakrifica e martirëve. Shënasti ishte episkopi i Durrësit, e sipas traditës luajti një rol shumë të madh në përhapjen e krishterimit, jo vetëm në Durrës, por në gjithë territoret e rrotull. Në atë kohë ishte një trimëri e madhe të dëshmoje për Krishtin, sepse perandoria romake e kishte shpallur si armik këtë gjë, si diçka që do shkatërronte besimin e tyre dhe ndoshta edhe perandorinë e tyre. Shënasti pati një vizion që Zoti e lajmëroi që shumë shpejt do bëhej një martir. I tha klerikëve dhe diakonëve që kishte afër që të shkojnë të fshihen kudo që të jenë, e tha që unë duhet vuaj, thot, për Krishtin. Dhe arrestuan dhe detyruan që të fali Dionisit, perëndisë pagane të asaj kohe, por hierarku i shenjtë qëndroi i fortë. Qëndroi i fortë duke rrëfyer vazhdimisht Krishtin. Dhe mbas torturave shumë të mëdha, duke rrahur me shkopa plumbi, me kamzhik të bërë nga deje kau, ai nuk u dorëzua. Dhe guvernatori i asaj kohe, Agricola, vendosi që ta kryqëzonte. Po jo vetëm ta kryqëzonte, po dhe ta torturonte në një mënyrë shumë të dhimbshme. Merrni me mend ishte 6 korrik, një vapë e madhe, siç është në mes dhe në këtë kohë, e vun kryq, e çveshën, ja liu trupin me mjalt dhe mira, grenza, miza e gjithçka tjetër fillonin e pickonin, gjersa dha shpirtin në duart e Zotit. Dhe disa të krishterë që kishin ikur nga Italia për të shpëtuar përsekutimit asaj kohe, kur pan këtë dëshmi të madhe, dëshmuan ato për besimin e Krishtit. Ishin ata që i dhanë trupit të martirit madh Asti një preje në varr, dhe ishin ata që dëshmuan përsëri. Ata gjithë ato u arrestuan 7 veta, e të nesërmen u mbytën në detin Adriatik. Kjo është historia shumë shkurt e Shënastit. Shënasti ishte i dëgjuar sepse Durrësi ishte i dëgjuar në atë kohë. Sipas traditës, ishte Shën Pavli që e përhapi krishtërimin në këtë qytet. Dhe peshkopi i dytë ishte Asti. Gjithmonë sipas traditës, peshkopi i parë ishte Qesari dhe i dytë ishte Asti. E ishte një peshkop i shenjtë. Mësimi i tij ishte i flakt dhe kudo i predikonte jo vetëm me fjalë, por edhe me veprat e tij. Dhe në fund fare dha dëshmi me jetën dhe me gjakun e tij. Tani pse i nderojmë ne martirët? Ne i nderojmë martirët sepse ata u modeluan sipas Krishtit. Dhe martiri i parë ishte Krishti. Ai u sakrifikua për të shpëtuar njerëzimin. Ideja e martirëve ishte edhe në dhjatën e vjetër. 7 makabejt, së bashku me tëmën, edhe me shkruajsin Elazar, dhanë jetën e tyre njëri pas tjetrit fëmijët pikërisht për të mbrojtur ligjin e Zotit në atë kohë. Dhe dëshmia e tyre ishte jo vetëm thjesht për veten e tyre, po si thonin dhe fjalët e tyre që ne, thot, po vuajmë për fajet e popullit ton, po Perëndia nuk do na harroj, sepse tek Perëndia nuk ka të vdekur, të gjithë janë të gjallë. Përse festat e martirëve për ne janë të gëzuara? Sepse ata dëshmuan për të treguar vërtetësinë e ngjalljes. Nuk shkon njëri drejt vdekjes pa shpresën e madhe të ngjalljes. Dhe martirët nuk janë thjesht heroj tragjik, të cilët luftuan për drejtën dhe u vranë nga të tjerët. Martirët janë dëshmitar të ngjalljes së Krishtit. Me sakrificën e tyre pikërisht ata dëshmuan tek tjerët që tek Zoti nuk ka të vdekur, por të gjithë janë të gjallë. Dhe ata që dhanë jetën për fen, padyshim që kurora atyre është më e madhe. Shën Stefani, martiri i parë, i cili
jo vetëm dha jetën për Krishtin, po dëshmoi edhe për diçka tjetër akoma shumë të rëndësishme. Martirët nuk i urrenin ato që u persekutuan, madje shpeshherë janë lutur për ta. I të qërtonin për gabimin e besimit tyre, po luteshin për ta. Ashtu siç Krishti në kryq tha fali se nuk din çfarë bëjnë, ashtu dhe Shën Stefani, martiri i parë, po këto fjalë tha: mos ju azë për faj o Zot këte që po bëjnë tani. Sepse për ta martirizimi nuk ishte vuajtje, po ishte kryqi që të çon drejt ngjalljes. Dhe martirizimi në kuptimin e thellë të krishterë nuk është vetëm thjesht kur njerëzit japin jetën. Kjo është forma më e lartë dhe më e fortë e dashurisë së tyre për Zotin, po martirizimi është në çdo kohë. Në homelinë e tij, Shën Vasili i Madh, që i drejtohet popullit në ditën shumë të festuar në atë kohë të 40 martireve të Sevastes, i thot këto fjalë, që martirizimi mund të bëhet kudo, edhe pa gjak, edhe pa kryqin nga jashtë, edhe pa persekutimin. Martirizimi është vazhdimisht në jetën tonë. Sa herë ne vendosim në kryq pasionet tona, gënjeshtrat, shpifjet, thashethemet, zilit, cmirat, mllefet, është një lloj martirizimi, sepse vrasim njeriu e vjetër për të lindur njeriu realisht të ri, njeriu në Krishtin. Dhe martirizimi është për gjithë krishterët. Fjala martir në kuptimin e parë të saj ishte dëshmitar, dikush që dëshmonte në gjyq për diçka. Dhe të gjitha krishterët të devotshëm që dhanë jetën për Zotin dhe për mësimin e Krishtit, pikërisht dëshmuan për ngjalljen dhe për mësimin e tij. Prandaj janë quajtur martir. E çdo i krishterë duhet të jetë martir, të dëshmojë me jetën e tij për Krishtin. Sot ndoshta nuk na kërkohet që të kryqëzohemi, as dhe që të japim jetën, po të gjithëve ne na kërkohet që të dëshmojmë për Krishtin me jetën tonë. Si mund të quhemi ne këtë krishterë nëse gënjejmë, nëse vjedhim, nëse mashtrojmë, nëse shpifim, nëse merrem me thashetheme? Nuk mund të quhemi dot krishterë. Mund të kemi emrat krishterë, po jo të krishterë. I krishteri i vërtet është gjithmonë një martir i Krishtit, që dëshmon me jetën dhe me fjalët e tij për mësimin dhe ngjalljen e Krishtit. Prandaj dhe i festojmë martirët ne. Dhe festa e martirëve është një festë e gëzueshme, sepse ato triumfuan mbi të keqe. E nuk është vajtimi për një hero që dha jetën, por është për një që dëshmoi për Zotin. Martirizimi jep gjithmonë shembuj shumë të ndryshëm. Nëse ne dëshmojmë me jetën tonë, kemi dëshmuar për Krishtin. Dikush pyeti një herë Shën Agustinin dhe i tha: kisha shumë dëshirë që të bëhesha martir, tha, për Krishtin, po tani thot persekutimi ka mbaruar. Dhe Shën Agustini i përgjigjet: nëse ti do kesh në zemrën tënde dashurinë dhe guximin për Perëndin, do quhesh martir. Gjë që do thotë që martiri i vërtet është çdo njeri që dëshmon për Krishtin dhe për mësimin e tij, sidomos me mënyrën e jetës së sotme, sepse nuk kemi shumë shembuj të fortë që të dëshmojnë pikërisht me mësimet e Zotit. Njëherë pyetën një shenjtë dhe i thanë, një shenjtë i kohëve moderne, dhe i thanë që përse në shekujt e parë u përhapaj shumë krishtërimi dhe më vonë nuk po përhapet aq shumë. Dhe ju përgjigj, është e thjeshta, sepse në shekujt e parë krishtërimi predikohej nga të krishterët. Do thotë që ata dëshmonin me jetën dhe me fjalët e tyre mësimin e Zotit, jo vetëm thjesht me fjalë. Të gjithë janë dakord për shumë gjëra që themin ne. Të gjithë janë dakord që duhet jemi të përunjur, e të gjithë jemi krenar. Të gjithë janë dakord që s'duhet me marrë me thashetheme, e të gjithë merremi me thashetheme. Të gjithë janë dakord që s'duhet shpifim, të vjedhim me shumë gjëra, e megjithatë përsëri i bëjnë. Ky lloj predikimi nuk është predikimi vërtet, është vetëm me fjalë. Madje shpeshherë mund t'japi efektin e kundërt. Atë që kërkon kisha nga ne, e që kërkon Zoti nga ne, është të dëshmojmë me jetën tonë. Prandaj le të shërbejnë jetët e martirëve si një shembull për ne. E le të kujtojmë gjithmonë jetën e një martiri dhe fjalët e një martiri shumë të madh si Shën Pavli, që thotë: bëuni imituesit e mi, siç unë jam imituesi i Krishtit. Një martir pikërisht kjo gjë është, imiton Krishtin, dhe imiton Krishtin në gjithçka, në fjalën, në kryqin dhe padyshim që do ndjeki pas edhe në ngjalljen. Le të lutemi shenjtit të madh, mbrojtësit të qytetit Durrësit dhe mbrojtësit ndoshta të gjithë kishës në Shqipëri, i cili padyshim lutet për gjithë secilin nga ne,
që të ndërmjetoj tek Perëndia që kishën dhe vendin tonë ta bekoj, ta ndriçoj e të japi gjithmonë një dritë, jo vetëm për vete, por për ndriçuar dhe njerëzit që janë rrotull nesh. Amin.